Selam aleikum, jemi në podcastin e radhës. Shpresoj që ju kemi kap një pjesë me atë syfyrin. Po visë tash i rrugës te pallati, që shikoja dritat nezme. Kishte, ha? Po për Zotin e Madh, u kënaqja shumë, atë po diskutoshim makinë tash, mashallah. Zotit, Allahu ja pranoft. Amin. Inshallah. Që ka dhe shumica pastaj që dhe nuk çohen dot për syfyr, a? Po. Mund t'i këtë zënë gjumi ose. Po, mund t'i këtë zënë gjumi ose kanë hangër pak më përpara gjitha komplet. Po mirësia e madhe. Zoti ja pranoft inshallah. Amin. Para se të hym ke tema, se sot është temë shumë e bukur, unë kam shumë qejf, me thënë drejtën, ose është nga temat të një bashkëbisedimi shumë të lartë, diplomacie, besimi, gjithçka, ku matet edhe gjëja më e vogël përballë njëri tjetrit, duke testuar njëri tjetrin dy mbretër përballë, sikur një detaj të rrëshqiste mund ta humbshë luftën para prake. Ashtu është. Dhe është shumë interesante. Megjithëse me qëllime ndryshme, por niveli i lartë në qëllimin që kishin është i jashtëzakonshëm. Por përpara se të dal këtu, diçka më e thjeshtë. Shqyr Zotit, teknologjia ka kriju këtë mundësi. Duke qenë se sot është një temë e bukur, do kisha lutur çdo njeri që t'i bënte një shpërndarje këtij podcastit sotëm. Ti bëj një share mbrëmje mundësisë që të ketë sa më shumë që e ndjekin inshallah. Dhe me Zotin para. Dhe mundesh dalësh një ditë para Allahut, dhe thush pse nga këto të mira, sepse dikur ke bërë një shpërndarje dhe prej këtij shpërndarjes tënde 3 njerëz, 5, 10, 15 e kanë parë. Këto podcast janë ritëm besim dhe ka ecë përpara. Nga herë ne jemi shumë neglizhent para këtyre gjërave të vogla. Jo, po janë shumë të rëndësishme dhe vëllezër, pra më drejt për drejt, bëjni share në Facebook, në Instagram, në TikTok që sa më shumë vëllezër e modrat na ndjekin e të marrin sevape sa më shumë. 334, 340 njerëz live në Facebook që në momentet e para që kemi filluar. Instagrami është 1000 ca. Shumë mirë. Besoj të më thënë edhe tema shumë interesante. Dhe me që hymë të tema dhe flasim për profetin Sulejman. Alayhi salam. Është kënaqësi dhe neve po fillojmë direkte me disa ajete të Kuranit, me cilën pastaj do marrim. Do flasim vetëm për korsi sot, sepse jeta e Sulejmanit është shumë e gjerë, është dhe sa e gjerë, aq dhe madhështore, aq dhe e çuditshme. Por duhet t'i themi vëllezër dhe motrave që na ndjekin që Sulejmani a.s. jeta e tij ka filluar të kuptohet mirë me parametrat bashkëkohor me të cilët jetojmë. Shumë elementë që ndodhen me jetën e Sulejmanit sot neve po i shikojmë që shkenca moderne është nis drejt saj dhe ka shumë gjëra që po bëhen më të kuptueshme. Okej. Nëse unë kaloj pak më gjatë se ç'duhet, ti lirisht mund të thosh prit pak. Po, normal, hap mas hapi. Atëre, po jemi tek surja An-Naml, dhe po fillojmë me ajetin e 20. Ai e bëri kontrollin e shpendëve, e tha, pse nuk e shoh pubzën këtu? A nuk është e pranishme kjo? Ajo, nëse nuk do të më sjellë arsyetim bindës, do ta dënoj me dënim të rënd. Nuk vonoi shumë, e ajo erdhi dhe tha, kam mësuar diçka që ti nuk e ke ditur, dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Shebes. Po, ideja është bëhet fjalë për Sulejmanin a.s. që Zoti i gjithësisë, duhet të themi diçka pare se të komentojmë këtë ajet. I madhi Zot i la atij një trashëgimi shumë të madhe nëpërmjet babait i tij Daudit a.s. Pra, Daudi a.s. si shpjeguam në një radhë më përpara, ishte profet, po edhe mbret. Zoti i gjithësisë kishte thënë washadadna lahu mulkehu, dhe ne ja forcuam atij pushtetin, fuqinë. Dhe duke qenë se babai ishte i fuqishëm, ja trashëgoi Sulejmanit, djalit vet. Por Sulejmani ka edhe një veçanti. Sulejmani a.s. duke qenë në fronin e tij, i dha Zoti i sprov, ku ai cakoi ishte i smur. Pastaj kur u përmisu, ai ju fal Zotit gjithësisë, u fal, dhe kur ra në sejdë ju lut.
Dhe I ka thënë tekstualisht Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ghairi aw min ba'di. Zot, më jep mua pushtet që nuk do ta ketë asnjë njeri si unë para apo mbrapa meje. Allahu. Kështu I është lut. Innaka antal wahhab. Ti o Zot, dhe ka përdor emrin e Zotit Wahhab, dhuruesi I madh. Wahhab është dhurues. Bëhet fjalë për Allahun Xhelle Xhelalu. Dhe Zoti ja ka pranu. O Zot, më jep pushtet që s'do e ketë askush këtë pushtet mbas meje derisa të bëhet kiameti. Innaka antal wahhab. Ti je dhuruesi. Pra, dietarët thonë kush lutet dhe e përmend këtë emër Zotit e fuqizon lutjen e vet si Sulejmani alayhis salam. Pra të përmendesh emrin e Zotit El Wahhab, dhuruesi I madh. Dhe Zoti ja ka pranuar dhe ja ka hap çdo lloj pushteti të mundshëm. Sa ne kur ta trajtojmë dhe historinë e Belqisës në këtë rast, po edhe elemente tjera të fuqisë Sulejmanit, është gjë e jashtëzakonshme pa imagjinueshme çfarë pushteti ka pas Sulejmani alayhi salam. Një nga gjërat, tani jemi akoma në kohë, Po, ku jemi çuna me syfyrin? 26, po ajo dora kështu 26, o 26, ose... O 26, o 27, 26. Si u skuqe. Mashallah. Ne në Tiranë kemi edhe 2 minuta, po inshallah nga biseda na merr edhe 2 minuta ikin shumë shpejt. Jo, të bëjmë për marrim masat që tani s'u ne kuptoj që kemi fol neve që gjërat që duan zbatu bëhen vështira. Për shembull, kur është ardhi iftari, 1 minutë bëhet si 10 minuta. Kur është mbaru syfyri, ikën si sekond 1 minutë. Kështu që kështu I ka bëj madhi Zot, I qofshim ne atij fal. Pra, Sulejmani alayhis salam mbasi bëri këtë lutje Zoti ja nënshtroi çdo gjë në tokë. Ka qenë pejgamberi që ka pas pushtetin ose 1 nga 4 njerëzit më me pushtet në sipërfaqen e tokës. Po mbasi Zoti ja plotsoi këtë lutje, atij pastaj ju hapen gjëra të paimagjinueshme. Gjëra të jashtëzakonshme. Një nga ato, do thonë, një jetë më përpara ne nuk po shkojmë, do shkojmë në rast që vjen dashti I madh I Zot, thotë dhe ne janë nështruam aty Sulejmani në pushtet ke njerëzit, ke xhindët, ke shpendët, ke çdo gjë. Kishte çfarë donte e realizonte. Dhe një nga ato është e përdor Zoti ti the Pubzën, është e përkthyer Pubza, por në fakt është për Hudhudin, I cili është një shpend I veçantë. Nëse do të donim ta përkthejnim gjuhën moderne, është një dron ose një satelit. Geometrikisht shumë I saktë. Shumë I saktë dhe Sulejmani atë e kishte specifikën për t'i sjellë informacione çfarë ndodhte në botë. Allahu Akbar. Dhe po ta shikosh ajetin, Sulejmani mërzitet kur nuk e sheh aty ku e kishte urdhëruar. Dhe Hudhudi justifikohet duke I thënë, unë mora informacion për atë që ti akoma nuk ishe informuar, unë thot po të vi nga populli I Sebeit me një lajm të sigurt. Unë e pash thot një grua e cila e drejton të një popull të madh, dhe ajo kishte një arsh, një fron madhështor. Dhe për të justifikuar veten e vet dhe për t'i dhënë një informacion më të madh Sulejmanit alayhis salam, thot unë I gjeta ato. Se Sulejmani alayhis salam çka kishte busullën e tij, besimi nga I madhi Allah. Dhe Hudhudi për të justifikuar veten që nuk ishte në pozicion një dur, duhet vite me argument qartë. Se në lloj tjetër si tha Sulejmani pak më lart, do e dënoj me një dënim të rrept. Ka qenë drejtues, por shumë korrekt, nuk mund t'i lujë atij. Saktë. Dhe Hudhudi thot, unë kam gjetë një femër që drejton një popull dhe ishte popull I fuqishëm, edhe të froni I kësaj gruaje ishte shumë I madh. Pra ishte madhështor, kur ulej Belqisa në fronjen e saj, rrezaton të çdo gjë. Dhe Hudhudi e fut Sulejmanin aty ku ja dinte busullën që kishte të jetës vet. Se pejgamberi I Zotit thot e gjeta atë dhe popullin e saj adhurojnë diellin përveç Zotit madh. Pra ato adhuronin diellin. Ka pas shumë popull përpara pagan që adhurojshin diellin se si gjëja më e madhe, më e shëndritshme dhe mendonin se ajo jep jetë. Atyre thotë ja kishte zbukuruar këtë adhurim të mbrapsht shejtani mallkum.
dhe i kishte penguar ato nga rruga e drejtë dhe ato nuk ishin të udhëzuar. Pra jep informacion. Kemi arrit ajeti 24. Ajeti 24 ku Hudhudi bën një rezume të mungesës vet, edhe se çfarë ndodhte me një popull shumë të madh në atë kohë në botë, që ishte populli i Sebes, i cili drejtohej nga një femër. Pastaj do hym ka që theti nga një femër shumë e mençur, dhe ajo dhe Sulejmani do kenë dialogje të nivelit shumë të lartë, po të kuptuar që një njeri që ka mend dhe një njeri që është i zgjuar ka shumë perspektivë për të bërë musliman ose muslimane. Kështu që mund të vazhdojmë. Atëherë. Dalim ka ajeti 25. Ata nuk i përkuleshin sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiell dhe në tokë, dhe e di çfarë shihni ju dhe çfarë tregoni haptas. Allahu është një, s'ka zot të denj për adhurim përveç atij, Zotit të Arshit të Madh. Atëherë, Hudhudi vazhdon argumentimin e vet. Po ta kapësh nga një anë, do të shikosh tu që Hudhudi sqaron gjëra që sot shumica njerëzve nuk i komentojnë dot kaq bukur. Pra fillon të shpjegojë tauhidin, njësimin e Zotit dhe adhurimin e idhujve edhe paganizmin. Po Sulejmani a.s. megjithse i foli fjalë shumë të bukura, megjithse i tregoi për një popull tjetër, megjithse i thoshte Zoti i gjithësisë e ditë fshetën dhe të dukshmin, megjithse thotë është një dhe një vetëm, Zoti i Arshit madhështor, dhe Arshi Belkisës ishte i diçka shumë e vogël në krahasim me Arshin e Sundusit të gjithësisë, çfarë thot? I thot Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën apo je gënjeshtar. Pra a je duke justifikuar veten që mos marrësh dënimin, apo je duke thonë diçka të vërtetë? Tani, kur u informu Sulejmani, a.s. që është një popull shumë i madh dhe nuk adhurojnë Zotin, po adhurojnë diellin, pa tjetër që Sulejmani, a.s. ishte pejgamberi Allahut mëdhnushëm. Për këtë arsye, i tha përsëri Hudhudit, do të shkosh thot, edhe do t'i hedhësh një letër që unë do t'a shkruaj atë. Dhe do shohësh si do të reagojnë ato ndaj kësaj letre. Ku në këtë letër, siç e shpjegon pak më poshtë, Sulejmani a.s. i çon një letër popullit Sebes dhe në veçanti Belkisës për t'i urdhëruar ato dhe për t'i udhëzuar ato në besimin ke i madh i Zotit. Po ta shohësh, ka thonë vendosje një letër dhe pastaj shiko se me çfarë ato po kthehen, dhe kur Belkisa e merr letrën, ja lexon parisë së popullit. Innehu min Sulejman o innehu bismillahirrahmanirrahim. Shumë interesante. Tha, o paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike. Po. Kitabun Kerim ashtu. Jo, po më thon drejtën pëlqen shumë kjo pjesa e diskutimit mes Belkisës dhe Sulejmanit. Është një raport shumë i lartë. Këtu jemi tek pjesa kur Hudhudi letrën që shkruan Sulejmani ja vendos Belkisës, thojnë në shtratin e saj mbretëror, kur ajo ishte fjetur, ja ka lënë letrën dhe pastaj ka dëgjuar se çfarë po thojnë. Kur është zgjuar Belkisa, ka pa një letër si asnjë letër tjetër në jetën e saj, se kjo letër fillonte innehu min Sulejman, kjo letër është nga mbreti i madh Sulejmani, bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, ato ishin mësuar me adhuru diellin. Kurse këtu thoshte me emrin e Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ella ta'alu alayya tu'ni muslimin. Tha, i thot Belkisës Sulejmanin letër, tha të më vini pa ekuivok, të më vini të dorëzuar, të më vini si musliman. Pra, këtu në këtë letër shpjegohet esenca. E para është që letra dërgohet nga Sulejmani. E dyta, kjo letër thelbin e ka shpjegon Zotin e gjithësisë, i cili është i gjithëmëshirshëm, mëshirëploti. Pra letra presupozon të ketë qenë më e gjatë, kurse në Kur'an normal që jepet esenca. Pjesa e tretë e letrës kush është? Të më vini mua se nuk më përballoni dot, duke ardhur si musliman. Pra Sulejmani a.s. për herë të parë fton Belkisën edhe popullin e saj për të bërë për i muslimanëve. Histori tamam pejgamberesh, edhe pejgamberi s.a.s. i ftoi popujt duke i çuar letra. Po, në vitin e 7 të Medinës i ka çuar gjithë mbretërve të botës letër
pak a shumë si letra e Sulejmanit. Allahu Akbar. Pastaj Belkisa i mbledh, qofse donte të lexosh. Ajo tha: "O paria ime, më këshilloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju." A tham që ishte e mençur. Shumë e mençur. Nuk ka marrë vendim të nxituar, as nuk ka gris letrën siç bën Samretër me pejgamberin alayhis salam, prandaj njeriu mençur dhe i matur dhe jo i nxituar dhe jo me pasion gjithmonë në fund del me sukses. Nuk u hidhëru, megjithëse ishte mbretresh, mund ta kapte sedra kush është ky mbret tjetër që më shkruan më kështu të vini dorëzuar, të vini musliman, Zoti i gjithësisë me radhë kur ato adhuroheshin diellin, nuk është nxitu. Ka mbledh komandantët e mëdhenj të ushtrisë, edhe ministrat, vezirët, edhe të gjithë me radhë, dhe shit çat folur të mençur. Ka thonë mu më ka ardhur një letër dhe ja ka lexuar letrën që i kishte dërguar Sulejmani alayhis salam. Dhe tani në diplomacinë e saj femër, shumë e zgjuar dhe e mençur, thonë që të hymë një histori, rrallë ka pa bota femër si Belkisa që kishte dy cilësi. Shumë e mençur, shumë e bukur. Këto dyja gjëra i ka pas Belkisa. Shumë e mençur, shumë e bukur. I ka bashku këto dyja dhe ka rezulluar për kohën e vet. I ka mbledh parin dhe i ka thonë: "Kjo është letra që më ka ardhur. Unë s'do marr asnjë vendim derisa të konsultohem me ju dhe të bim dakord së bashku." Tani ato kanë qenë pjesa atyre kanë qenë burrat, komandantët e ushtrisë. Dhe tani për të tregu Belkisës që ne se ulim kokën dhe duhet jemi, se nuk e njihshin Sulejmanin alayhis salam. Nuk e dishin çfarë force ka, nuk e dishin që Zoti ja ka nështruar me xhindet, ja ka nështruar shpendët, insektet, çdo gjë, teleportimin, kompresisht do shohim më vonë që Sulejmani alayhis salam ishte i papërballueshëm të fuqinë dhe pushtetin e madh që kishte dhënë Zoti, po ato akoma nuk kishin informacion të plot. Tani, po ta shikosh me vëmendje ajeti që vjen thot, i thojnë ato që ishin më të fuqishëm nga ushtria, komandantët e mëdhej. Ne thot jemi luftëtar të rrept, pra ti mos e ke për problem. Por, thot, me gjithë se kemi ushtri shumë të përgatitur, dhe ne jemi shumë të fuqishëm, dhe ne jemi të papërballueshëm, çështja përfundimtare të takon ty. Një mbret që është i nxituar, dhe një mbret që ka sedër të tepruar, do i thoshe direkt të përgatisni ushtrinë se na ka ofenduar një që quhet Sulejman. Është kështu apo jo? Jo, po Belkisa nuk e bën kështu. Lexoj ajetin që vjen mbrapa, se çfarë përgjigje ka dhënë. Shumë interesante është dhe kjo pjesa tjetër kur thotë ata thanë ne jemi shumë të fortë dhe luftëtar të guximshëm, por urdhri takon ty. Andaj thot mendo mirë se ç'duhet të urdhërosh, se s'ka më hap pas. Po. Thot ajo tha një mend kur mbretërit pushtojnë ndonjë vendbanim, e rrënojnë atë dhe poshtrojnë parinë e tij. Kështu veprojnë ata. Pastaj vjen ajeti tjetër i testimit. Jo, se Belkisa kishte gjë sa e mençur. Pra, ju po më thoni që kemi ushtri të madhe, hym luftë. Po. Por mos harroni diçka. Që kur një mbretëresh dhe komandantët e mëdhenj të ushtrisë e ministrat hyn luftë, qofse fiton pala tjetër, çfarë do ndodhi? Populli do ngeli po popull. Ato të cilët ekzekutohen, ato të cilët humbin pushtetin, ato të cilët poshtrohen, ato të cilët burgosen, kush janë? Mbreti i pari, ministrat e dyta dhe pastaj o vdesin ose burgosen komandantët e ushtrisë. Prandaj tha unë nuk e kam problem të jap urdhër, por problemi tha sa herë fiton pala tjetër, ato që janë paria një populli ato bëhen më të poshtruar, kurse populli ndron mbretin. Fix. Pra e kishte të qartë se çfarë po ndodh. Edhe çfarë thot atë që e kishte bëj gjithmonë me mbretërit e tjerë Belkisa, që ja kishte gjetë atyre se çfarë kërkojnë dhe siç kërkojnë shumica e pushtetarëve në gjithë historikun botror, tha inni mursiletun ilehim bi hediyetin. Fenalliratën bima yarjiul murselin. Tha unë do t'i dërgoj këtij mbreti, megjithëse shikoj jo po Zoti, jo po i gjithë mëshirshmi, jo po kështu, jo të më vini, jo të më shkoni, unë ja testoj atij zemrën që ka. Ja testoj atij pasionin që ka për pasuri dhe i ka quar Sulejmanit Belkisa i dërgoi disa njerëz me i pasuri shumë të madhe. Që qëllimi ishte që merr rishfetin, merr pasuri dhe mblen mua në pushtetin tim dhe mos hym luftë se nuk është zgjidhje lufta. Aja është paqja, zhja është lufta. Dhe i dërgon pasuri shumë të madhe. Sulejmanit alayhis salam. Jo, më vjen pak me qërë se më vindër mendje për shumë këto ngjarjet e fundit edhe duhet. Po, mirë, se çdo kohë ka ato të vetat, nuk diskutohet, ka natyra të ndryshme, ka
Dhe këtu del më shumë pa ai qëndrimi stoik i Sulejmanit, apo thotë adhurimi vetëm një Zoti. Nuk diskutoj. Se të kishe qenë ai mreti kohë sot dhe kishte marrë dhuratat pa problem. Po kishte rahat sepse ai ishte qëllimi. Po fiks. Prandaj e thot Felemma xha Sulejman. I erdhi dhuratë shumë e madhe, pasuri e madhe, xhevaire, diamante, gjërat vyshme, gjërat cilat peshonin shumë në këtë botë. Thot kur i erdhi Sulejmanit pasuria, të cilën ja dërgoi Belkisa, çfarë ka thënë? Tha, ajo që më ka dhënë më i madhi Zoti është shumë më e madhe se ajo që ju doni ju të më mashtroni mua. Pse se pranoi Sulejmani? Shtrojmë pyetjen. Pse Sulejmani alayhi salam, ky pejgamber i madh i Zotit, pse se pranoi pasurinë e Belkisës? Ja ka kthy mbrapa. Por në të njëjtën kohë çfarë ka bërë? Kohën që kanë ardhur njerëzit e Belkisës për t'ia sjellë pasurinë, Sulejmani alayhi salam e ka nxjerrë gjithë ushtrinë, gjithë fuqinë, gjithë potencialin që kishte, i ka vendosur ato ta shikojnë mbretërinë e Sulejmanit për t'i treguar fuqinë e papërballueshme që kishte Sulejmani në raport me Belkisën. Sepse nëse do t'i shmangesh luftës, do të dinë dy mbretërit forcën që kanë njëri tjetrit. Vetëm kur është forca afërsisht e barabartë, vetëm atëherë ka luftë. Kurse në kohën që forcat ndryshojnë me njëra tjetrën, ai që është më i dobët do t'i përgjigjet atij që është më i madh. Po belaja ku është? Belaja është kur mbreti më i fuqishëm nuk pranon pasurinë. Për çfarë do e pushtosh për shembull, në histori mbretërit për çfarë kanë pushtuar mbretërit e tjera? Për pasuritë që ato kishin. Qoftë pasuri të drejtë për drejta, qoftë tokat, qoftë pushteti, zgjerimi i territorëve me radhë. Belkisa po ja jepte vetë. Nuk donte me risku fare me hyrë luftë. Dhe Sulejmani alayhis salam e ka mërzit shumë, e ka indinjuar shumë, e ka fut Belkisën në siklet shumë të madh kur nuk ja pranoi dhuratat që ajo i kishte sjell. Dhe përgjigjja e tij ka qenë: a me pasuri doni të më mashtroni mua? A me pasuri doni të më nxirrni nga qëllimi mua? Kush ishte qëllimi i Sulejmanit alayhis salam? Adhurimi një Zoti. Që asnjë sipërfaqen e tokës që jetonte në kohën e tij mos të ishte jashtë besimit islam. Dhe në të njëjtën kohë, kur i ka bërë lutje Zotit dhe i ka thonë: o Allah i mallnushëm, më japësh mua pushtet që Zot aket asnjë, a di për çfarë ka kërku? Nuk e ka dashur këtë dynjë. Pra për adhurimin e Zotit. Vetëm që të kishte fuqi që njerëzit ju përgjigjeshin për ta adhuruar Zotin një dhe një të vetëm. Sulejmani alayhis salam ka qenë, është përmend nga 25 pejgamberët e Kuranit famlar dhe është një nga pejgamberët më me nivel që ka pa historia botërore. Se ka drejtu një perandorim më të madhen që ka pa toka dhe një fragment sekondi si ka lujt zemra në besim nga Allah. Kështu ka qenë Sulejmani. Zoti ka thonë Kuran për Sulejmanin dhe për Ejubin. Sulejmani ka qenë sprovu si i pari botës me gjithë pasuritë e kësaj bote, kurse Ejubi është sprovu me smundje dhe me varfëri si rrallë kush në këtë botë. Të dy kanë marrë notën 10 për sa i përket sprovave. Thojnë dietarët e Islamit dhe pejgamberi e ka përmend që sprovë më e madhe është kesh se sa ti je i varfër dhe i smur. Pra Sulejmani ka qenë më i sprovuar se sa Ejubi. Për të dy këto i madhi Zot ka thënë në Kuranin famlar: ni'mal abd, sa njerëz të mirë. Dhe ka thënë dhe për Sulejmanin, ka thënë dhe për Ejubin. Sa njerëz të mirë. Imagjino me të thonë Zoti i gjithësisë, ni'mal abd, sa njeriu mirë ishte. Të kundërshtoj pak. Patjetër. Ejubi ka provuar edhe pasurinë edhe varfërinë dhe smundjen. Po jo në këto nivele. Se ne kur flasim për Sulejmanin nuk do të thonë Ejubi ka qenë si i pasanik. Si i pasanik normal. Kurse Sulejmani kishte botëm, nëse ka një njeri që mund të hutonte me dynja, ishte Sulejmani, siç do e tregojmë. Imagjino ti kesh gjindët, ti kesh njerëzit, ta kesh nështruar me erën. Ai gjindët për shembull shejtant që i ka nështruar i madhi Zot Sulejmanit, janë për të bërë shkatrime, a janë shejtan për shkatrime. I ka përdor Sulejmanit nështruar për ndërtime. I ka ndërtuar çdo gjë që ka dash, siç do dalin pak më mbrapa. E ka pas erën të nështruar. Çfarë bënte? Thotë Zoti në Kur'an i thotë to. Një udhtim që mund ta bëje për i muj nëpërmjet erës nështruar e bonte Sulejmani për i paradite, si avioni që është sot. Prandaj po them historia e Sulejmanit është shumë e kuptueshme në kohën që po jetojmë, ka qenë pa kuptueshme përpara, por njerëzit e kanë besuar se e ka thënë Zoti në Kur'an dhe mandoi. Sepse e kanë ditë dietarët dhe njerëzit e thjeshtë që ky Kur'an është derisa të shkatërrohet kjo botë. Sa më shumë evolon shkenca dhe ecën përpara shkenca, aq më shumë kuptohet historia e Sulejmanit. Allahu Akbar, ke drejt. Prandaj po flas pasuri, pastaj Ejubi ka qenë i pasur, po s'ka qenë mret. Sakt.
Ajubi ka qenë i pasur, po s'ka qenë sundues i parë i botës. Pra, ajo që mbahet Ajubi është i smur edhe i varfër. Pra kur shkoi në minusje ishte dhe i shtrirë në shtratin e tij që pothuajse mendoshin njerëzit që ka për të vdekur. Dhe Sulejmani alayhi salam tha, unë nuk mashtrohem me pasurinë e juaj. Ajo që më ka dhënë mu i madhi Zot është shumë më e mirë se ajo që ju doni të më joshni dhe të më jepni rishfet mua. E ka quajtur rishfet. Si kanë thonë dietarët, profeti jon alayhi salam e ka pranuar dhuratën. Si kjo? Profeti jon e ka pranuar. Se varet në çfarë situate është, dhe kur i thoi një herë Omer ibn Abdulazizit, drejtuesit të drejtë, i vjen njëri dhe i jep dhuratë. Ka thonë nuk e pranoj. Si se pranoni, ka thonë, pejgamberi e ka pranuar. Tha, leja te muhabet. Profeti ka qenë aq i sinqert sa dhurata ishte dhuratë. Kurse neve sot me mor dhuratë na kthehet në rishfet. Sepse varet nga kohët. Kohën e profetit ishin sinqerta, bishin dhuratë, vazhdojshin punën. Kurse sot në dom dhuratë do të kërkoj gjë nga pushteti, janë gjëra komplet ndryshme. Pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam e ka pas ndaluar me sadakan dhe e ka pas lejuar me dhuratën. Selman el Farisi e ka kërku besimin ke Zoti. Ka kalu shumë dietarë se ku e parë Islami. Në fund fare një drejtues feje i sinqert i ka thonë, shkon në Medinë, se në Medinë do ta gjesh pejgamberin e fundit që pritet me ardh. Ka qenë shumë i pasur, ka kërku besimin, ka taku njerëz të festë shumë, ka besu Zot shumë dhe e kalon me pasuri me të gjitha dhe ka shkuar në Medinë është bërë robi i hebrejve. Duke mendu se mos vjen pejgamberi nga hebrejt. Në fakt pejgamberi i fundit do vite nga arabët, në Medinën e shndritshme. Kur një ditë duke punuar ishte bërë rob vetëm për të gjetur vërtetën. Vetëm kur dëgjon një nga hebrejt që i thot pas ka ardh Muhamedi. Folte me i tjetër, i thaj, kush është Muhamedi? Tha i pejgamberi që pretendohet që është i Mekës ka ardhur tani me jetun në Medinë. Ky nga pema ka zbrit edhe ka hyrë në bisedë, me mor vesh kush është ky se e kishin lajmëruar. Ai i fes përpara i kishte thonë që do vinë në Medinë dhe i kishte thonë Selman el Farisi, po si ta njoh? Tha ta njohësh nëpërmjet 3 gjërave. Dhe ka zbrit nga pema derisa ato e kanë qortuar. Çfutesh ti në këtë bisedë? Ti si e për këtë bisedë, ti s'ke vlerë. Ti je me vjet pemën. Dhe ka shku pastaj ke pejgamberi për ta testu a ishte apo jo ai, siç i kishte thonë, ai prisi fes. I ka çuar në fillim një tas me hurma dhe i ka shku dhe i ka thonë, ju jeni që keni ardhur nga Meka, edhe keni nevoja, kjo është sadaka. Pejgamberi e ka marrë dhe i ka thonë, ne pejgamberët nuk e pranojmë sadakan dhe ja ka shpërndar shokëve të vet. I është bë fytyra si dritë, ka hik dhe ka thonë 1. Para 1 nga 3 ka që i kishte thonë ai i pari i fes. Pastaj ka ardhur nesër më prap. Prap me i tas me hurma. I ka thonë, falo Muhammed. Kam pru prap se ju jeni që keni ardhur dhe miku duhet respektu, i zgjut, duke i gjetë sebepet ndryshme dhe i thotë, këtë e ke dhuratë për meje. Ka thonë pejgamberi, Zoti ta shpërbleft, tha Selman el Farisi, mori veti hurmë me hëngri dhe ja shpërndau shokëve të tjerat. Pra 2. Ke sadakaja tha, se pranoj. Ashtu i kishte thonë ai. Ka 3 shenjat i kishte thonë, nuk e pranojnë sadakan, po që pejgamberi i vërtet, e pranon dhurat. Dhe e mori vet pejgamberi i parë i hëngri, pastaj ja shpërndau të tjerëve. Dhe Selman el Farisi ikën i gëzuar dhe thot 2, inshallah plotësohet dhe e 3. Pastaj e gjemonte pejgamberin se ky njeri kishte thonë shenja 3, atij njeriu që është pejgamberi i vërtet që do jetojë në Medinë, është që në mesin e shpatullave të tij do të ketë shenjën e pejgamberllokut. Dhe Selman el Farisi shifte nga të gjitha anët për pejgamberin alayhis salam, derisa mundet ta dallote në shpatullën e tij është apo nuk është shenja e pejgamberllokut. Pejgamberi s'ka pa sipërfaqja e tokës njëri më të mençur dhe më i qartë në atë që ndodhte. E ka pa herë, e ka pa 2 herë, e lidhi me atë që i thoshte për sadakan dhe për dhuratën, i ka thonë, hajde mos u lodh. Ja ka lëviz rrobën dhe ja ka tregu shenjën, tha po kërkon këtë. Dhe ai është zjat edhe e ka pa që në mesin e shpatullat pejgamberit alayhis salam, në madhsinë e një veze të vogël, ishte shenja e pejgamberllokut. Allah. Ja ka puth durat, ja ka puth kokën dhe ka pranuar në çast shahadetin. La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Allah. 3 gjërat ja kishte thonë ai prisi fes, të 3 gjërat ju realizuan ke pejgamberi i vërtet
Muhamedi alayhis salam. Po ishim ke dhurata. Pejgamberi alayhis salam e ka pranuar dhuratën, nuk e ka pranuar sadakan si ja kishte ndaluar atij i madhi Zot. Por ndryshon, pse se ka pranuar Sulejmani? Se Sulejmani po të pranonte dhuratën, s'do shpërndante fen. Dhe i ka thonë, Kjo është tamam korrupsion. jo korrupsion, jo ideja e korrupsionit, ideja është që do humbte qëllimi kryesor. Se mbretërit ka shkëmbyll dhurata me njëri tjetër, nuk ka asnjë lloj problemi. Po problemi është që po të pranosh dhuratën, s'ke drejt më që as të shkosh ka i popull, as të bisedosh më me ato dhe është mbyllë historia. Ke bërë pazar me parimet. Ke bërë pazar me parimet. Po, Dhe në fund fare të këtij ajeti që të po lexohesh dhe një fjali e fundit shumë interesante, por ju gëzoni me dhuratat tuaja, pra me dynjan. Pra më jam shumë. po, Atëherë thot 37-a, ktheuni tek ata. Ne do të sjellim ushtri, të cilën ata nuk do të mund ta përballojnë dhe me siguri do t'i dëbojmë prej sebes, të poshtruar dhe të përulur. tani Sulejmani çka kishte 2 pluse. Kishte treguar që është i pak kompromentueshëm, pra nuk luftonte për pasuri dhe Belkisa e kuptoi që ky njeri me këto parime më ka gjetë vështirësi e madhe. Ky njeri që spranon pasurinë Zoti e di ka çfarë qëllimesh ka ky. Pra i pas ka qëllime tjera. Pas ka qëllime ke ai Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. E dyta që ishte në avantazh Sulejmanit, a jemi ke diplomacia? E dyta që ishte avantazhi Sulejmanit alayhis salam ishte që tani ato të cilët kishin sjell pasurinë, pra njerëzit që kishte dërguar Belkisa e kishin pa pushtet në Sulejmanit. Dhe i than Belkisës që ne nuk ja dalim dot atyre. Vetë Sulejmani kishte treguar gjitha llojet e pushtetit që kishte dhe ato ja than Belkisës drejt për drejt. Neve atyre nuk ja dalim dot. Janë 100 fish, 1000 fish, 1 milion fish më të fuqishëm se ne. Neve s'krahasohemi me ato. Tani, shpresa e pasurisë që ta pranote, humbi. E dyta ishte që Sulejmani ishte i vendos, që ju duhet vini si musliman, ju duhet vini të bisedoni, po ju të vini si të bisedoni si më të fortë se sa unë, se nuk më dilni dot për këtë. Dhe Belkisa detyrohet, kjo e femër shumë e mençur, vazhdote me mençurinë e vet, që mos të fuste probleme për veten e vet, për ministrat e vet, për komandantët e luftës dhe për popullin, u detyru dhe tha që unë do të shkoj të atakoj Sulejmanin personalisht. Me pasuri nuk ja kalova dot, ai është më i fuqishëm se sa unë, do shkoj e dorëzuar. Inshallah, me mendjen e vet, duke mendu, ndoshta duke bisedu, edhe e njoh pak më shumë dhe e kuptoj qëllimin se çfarë ka më shumë, po ndoshta po gjej në i pakt dhe në i zgjidhje dhe ishte në sprovë të madhe Belkisa për sa i përket ballafaqimit që kishte me Sulejmanin alayhis salam. Dhe që mos ta kapim se tani fillon historia në fakt. Tani ç'a ndodh? Belkisa merr pjesëtarët kryesor të pushtetit që kishte, pra 2 nga ministrat e mençur dhe merr 2 nga komandantët më të mëdhenj të ushtrisë. Edhe kishte i merak. Belkisa ishte e dashuruar shumë me fronin e vet. Kishte, si i tha Hudhudin në fillim, dhe ajo ka një arsh shumë të madh. Arshi ishte froni që kishte i fron shumë të madh dhe me shumë xhevahire, me shumë diamante, me shumë perla, me shumë flori. Dhe e kishte gjën më të zellshme të saj ishte kur ulej në fron dhe sundonte. Tani era parë që duhet nisej për udhtim që donte kohë gjatë dhe ai shumë e dashuronte arshin e vet, fronin e vet, sa e kalon në një merak. E ka mbyll në një vend veçantë dhe ka pas roje pa fund. Që në arshin e vet as një perl, as një diamant, as një flori, as një xhevair mos t'i humte. Po nuk i shkonte në mend që ishte çështja më e thellë se sa kaq. Dhe niset Belkisa për të shkuar për të takuar Sulejmanin. E dorëzuar. Ato i thanë që është më i fuqishëm dhe në të njëjtën kohë Belkisa e dinte që ky person nuk kishte pranuar një pasuri shumë të madhe. Ç'a don ky? Do shkojë të atakoj personalisht. Kjo ishte bela e madhe. Niset dhe Sulejmani alayhis salam, këtu tani po hym kush ishte Sulejmani. Sulejmani alayhis salam në mbledhjen e tij mbretërore. Kur bote mbledhje, Sulejmani alayhis salam brenda vendit dhe njerëzit edhe gjindet që kishte ai në bisedë ishin nga standardi më i madh i asaj kohe në botë. Dhe në mbledhjet që bonte Sulejmani alayhis salam merreshin mendime shumë të mëdha.
e lajmërojnë Sulejmanin alayhi salam që Belkisa është nis me ardhmë me të taku. Siç ishte në drejtimin e mbledhjes, sa i thanë që është nis Belkisa, e shtroni pyetje të çuditshme në tryezë. Thanë derisa të arri Belkisa në mbretërinë tonë, si musafire, kush ma sjell fronin e saj këtu? Sot e kësaj dite shkenca po ecën me vru dhe teleportimi s'është arrit akoma. Qa është teleportimi? Që i send kudo të jetë në botë shkojnë në një vend tjetër në cepin e botës. Fizikë kuantike. Kjo pasaj është e pa arritshme akoma. Shpërbërje dhe formohet përsëri me të njëjtat vetëm Zoti e di se çka ka ndodhur. Dhe gjindi quhej Ifrit, një nga gjindet që ishte në tryezë dhe në mbledhje me Sulejmanin, i thot Sulejman, unë ta kryej ty këtë. Tha përsa? Zdoron të. I kishte dhënë Zoti pushtet madh. Tha përsa e kryen ti këtë? Tha unë e kryej sa të mbaroj mbledhja ti e ke fronin përpara teje. Sulejmani tani. Shumë është kjo. Koha e gjatë është. Koha e gjatë për ta fronin nga i vend shumë i largët, me ar për 2-3 orë sa të mbaronte mbledhja. Tha shumë është. Kush është tjetër? Tani Zoti futet në një sekret tjetër. Wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab. Tha folja i cili kishte dituri nga libri. Pra, jemi prap ke fjala dituri. Si kemi folë që në fillim që dituria është 856 herë përmendur në Kur'an. Këtu thot, thaj që kishte dituri nga libri. Ata japi tefsir që se keni gjuhë. Kush ishte ky që kishte dituri nga libri? Qa thojnë dietar? Qa ke dëgjuar deri sot? Se ke dëgjuar goxha. Kush është ky? Njeri. Jo, njeri po kush? Thuhet domethënë të paktën në një pjesë që ka qenë e lakuar më parë që thonë ka pas ditë emrin e 100. Dakor, po kush nga këto? Nga njerëzit e? Kush nga këto në mbledhjen e Sulejmanit? Thonë ka qenë Sulejmani vet, alayhi salam, shumë interesant. Po për modesti është thonë dhe tha i cili kishte dituri nga libri. Libri nga Zeburi, pra që i kishte zbrit Daudit alayhi salam. Është një nga mendimet më të forta për këtë çështje. Allahu akbar. Po, një nga tefsiret e Kuranit që më ka pëlqyer më shumë mua është që ky i cili kishte dituri nga libri ç'a është? Libri ka shumë kuptime, po më shumë që është përmend në Kur'an libri, janë librat e shenjtë Zotit. Ose libri Lauhi Mahfuz që ka kriju i madhi Zot librin e parë që e ka shkruajt. Dhe Sulejmani alayhis salam mendohet që është ky person. Ti mendon se në këtë tryezë ka pas njëri më të dijshëm se sa Sulejmani? Ai ka qenë vet. A mendohet se në këtë tryezë ka pas njëri më të devotshëm edhe më të përkushtuar ke Zoti se sa Sulejmani? A ka njëri në këtë tryezë mund t'ja kaloj me çdo lloj emri të Zotit, pejgamberit të Zotit? A ka pas kur kanë qenë pejgamberët gjallë njëri më të mirë se sa ato? Kështu që nga tefsirët dhe komentet më të bukura që më ka bërë përshtypja është që vetë ky person i cili ishte dhënë dituri nga libri është vetë Sulejmani alayhis salam. Allahu akbar. Se kisha dëgjuar ne. Një nga komentet. Një nga komentet tjera thonë që ka qenë dietar shumë i madh ka ditë emrin e 100 Zotit. Po atë ky është një koment. Një koment tjetër që është bashkohor është që në mezhlisin e Sulejmanit ka pas shkencëtar të nivelit lart. Dhe i kanë thonë Sulejman, kjo është niveli më i lartë i teknologjisë, kanë thonë, jo mos sa të ngresh nga mbledhje. Sa të hapësh e të mbyllësh syt. Hap dhe mbyll syt është sekond, as sekond nuk është plotsu. Me shpejtësinë 300.000 km në sekond lëviz vetëm shpejtësia e dritës. Froni Belkisës ka ardhur tek Sulejmani në çast me shpejtësinë e dritës. Po ta shikosh ajetin, thot tha i cili kishte dituri nga libri, unë e sjell atë sa të hapësh të mbyllësh syt. Ajo mendimi i parë që të thashun është që Sulejmani ja thot Ifritit. Pra kur i thaj që derisa të ngrehesh nga mbledhja, i thot Sulejmani Ifritit që unë e sjell atë sa hapë mbyll syt. Dhe në qast sa është ekzekutu ajo që është ekzekutu në atë mexhlis, në atë tavolin, në atë mbledhje, që vetëm Zoti e din se çfarë është bë, a është bë me shkencë dhe ka ardhur me shpejtësinë e dritës, është zbërthyer atomi, në qast si puna e mesazhit dhe ka ardhur është bë prapsend përpara Sulejmanit. A është një dietar që ka ditë emrin e 100 Zotit që realizohet çdo gjë? Apo vetë Sulejmani është lut madhit Zot dhe ka ardhur froni, thot në çast froni është paraqit në sekond.
pa hapë mbyll syt, sa kanë hapë dhe kanë mbyll syt gjithë ato që kanë qenë me Sulejmanin, froni Belkisës ka qenë aty. Allahu. Qa ndodh thëni? Po ta shikosh, qa ka thonë Sulejmani a.s. Se thamë, e ka lavdru Zoti. Jo, më hutove me të komentin se kisha ju në herë që ishte vetë Sulejmani. Po, kur vjen qa ka thonë Sulejmani a.s. kur vjen froni? A jenë ata jetë? Po, ajetin e 40? dhe diku është pjesa më e bukur që ke drejtë kur thua në momentin që thu që mund të ketë qenë vetë Sulejmani, se tani po e shikojmë, a muta ajo Allah, Zoti e di më së miri. Po ai që ishte i pajisur me dijen e librit tha, numër 1-jes, personi. Unë do ta sjell ty sa çele mbyll syt. Ktu thot kur e pat vendosur para ti, po, për vendin e vet tani. Bravo. Po jo, po ka dhe diçka tjetër. Këtu në tha për Sulejmani që është koment, po varet mund të ketë qenë dhe diçka tjetër. Është që futën thella. Po. Para ti tha, kjo është nga dhuntit e Zotit tim. Po. Që mund të jetë numër 1 dhe vetë e parë gjëja. Për të provuar, a jam mirënjohës? Apo jam mohues? Apo mohues. Kush e falenderon e bën për të mirën e vet, e kush e mohon, ta di se Zoti im është i vetë mjaftueshëm dhe dhurues. Kështu kanë fal pejgamberët. Allahu Akbar. Çdo njeri jashtë pejgamberëve me këto fuqi dhe me këtë pushtet mund të hutonte pak. Minimumi vëlla, duhet të flasim drejt. Minimumi mas kësaj mrekullie që një fron i madh, një mbretëri tjetër, të vijnë fragment sekundi, ke drejt kur më the për që është Sulejmani në provën më të madhe ka qenë njëshi gjithë njerëzimit. Po sot nuk e ke. Subhanallah. Kjo gjë do arrihet. Na arrisim diçka të vogël në jetë. Po dhe dhe atribojmë vetes. Po, paktën një pjesë të kohës. Të paktën për çastin i bën që njeriu të tregojë që ka një vlerë të caktuar. Në sekond pejgamberi Allahu Sulejmani alayhis salam nuk kalon fragment sekundi siç i erdhi froni, direkt e ka thonë kjo është mirësia e Zotit tim. Në çast, kështu kanë qenë pejgamberët. Po ta kishte bënë njëri për e pe sa bukur e bëna. Është natyra njerëzore. Pastaj më mbrapa dhe mund të kishim të tjerë. Po do në minimumit do u tallse me ifritin. Po, se të thashë punë orësh. Unë jam më lart se sa orët që mendove ti. Dhe është natyra njerëzore. Tha falenderoj Zotin i cili më jep këto mirësi. Zoti, shive, e kanë ditë pejgamberët që çdo mirësi është sprov. Në çfarë sensi si do reagosh ti ndaj asaj mirësie? Qofse ti mirësi si thu faleminderit që ma dha Zoti e ke kalu provimin. Allahu. Nëse ti thu që unë edhe s'ka tjetër kera në mohimin e mirësive të Zotit. Dhe shisa i mençur ka qenë tha, kjo është mirësia e Zotit tim të më provoj, do të jem falënderues apo mohus. Kush falënderon i bën mirë vetes. Thjesht ke treguj besimtari sinqert ke i madhi Zot. Kush mohon, mohimi nuk është kufri që më dal nga besimi. Mohimi është me mohu që Zoti të ka mbulu me mirësi dhe ti nuk ke meritan të. Dhe kush mohon thot le ta di se Zoti është i panevojshëm për falënderimin tonë. Pra kështu kanë qenë pejgamberët në çast sado mrekullie e madhe ti këtë ndodh, ato e kanë vlerësuar dhe ato e kanë madhëruar Zotin e gjithësisë. Tani mbasi far kohë që kaloi që do vite Belkisa dhe pastaj do dalim nga i kemi vëllezërit që na ndjekin, po edhe pak do ta vazhdojmë që ta mbyllim këtë pjesë. I kanë thonë që Belkisa mbasi far kohë, i kanë thonë Belkisa po arrit. Po arrit që ty në mbretërinë e Sulejmanit. Çfarë i ka thonë? Ndryshoja një pak fronin e saj. Pra ai ka pas gjithë jetën ke froni. Mos ja leni ashtu, se po të jetë ashtu gjithë e njohin. Ndryshoja një pak, por edhe të ngeli filozofia e saj, bukuria e saj, pamja e saj, por ndryshoja një pak që të shikojmë. Çka ka thonë po ta shohësh ajetin? A është ajo nga të udhëzuarat dhe të mençurat, apo është nga ato që nuk e gjen dot rrugën? A di çka ka pas merak Sulejmani? Hym në esencën e historisë. Sulejmani ka pas vetëm një merak me Belkisën. A është kjo grua e mençur që të mbarti mesazhin islam, që mbasi të mbarti dhe të kuptoi çdo thot Islami, t'ia delegoi Islamin popullit vet. Prandaj po ta shohësh ajetin, ka thonë, ndrojeni pak fronin e saj. Ta shikojmë, a është nga ato të mençurat që udhëzohet në rrugë apo është nga ato që nuk e kupton dot vërtetën. 2 herë test. I herë kur në momenti e testoi kjo me dhuratat, tani po e teston kjo. Po e teston Sulejmani alayhis salam Belkisën, e cila po vjen të takoj drejt për drejt. Dhe vjen Belkisa, mbasi i tregon se në mënyrë shumë graduale, fronin e kishte lënë në një vend caktuar dhe e kishte ndryshuar një pjesë të tij.
vjen edhe i tregon për pushtetin edhe për fuqinë e madhe që kishte, siç ka qenë traditë e mbretërve. Edhe ceremonialet e me radhë, derisa duke i tregu, edhe vjen deri ke Froni. Dhe i boj pyetje drejt për drejt, të çuditshme, po pa e kujvok. Kur arrit ajo përballë Fronit, ajo nuk i besonte syve. Ju dukte si diçka që e njeh shumë mirë, po me ca ndryshime. Por gjallë në botë, edhe gjallë në jetën e kësaj bote, e s'mendonte që është Froni vetë për shkak se ishte e paimagjinueshme, e palogjikshme. Që Froni që kishte lënë deje, që kishte lënë shumë njerëz për ta mbrojtur e mirë, po edhe logjikisht ajo nuk e njifte shkencën e madhe dhe nivelin e madh që i kishte dhënë Allahu Sulejmanit. Dhe Sulejmani e ngacmon, e pyet dhe e teston dhe e provon. Dhe i thot, a është ky Froni jot? Këtu thojnë dietarët e Islamit, shfaq Belkisa një nga mençuritë më të mëdha që mund të shfaqë njëri qoftë mashkull apo femër. Kush ishin dy cilësitë e Belkisës, që i tham fillim? E bukur dhe zgjuar. Shumë e bukur, shumë e zgjuar. I thot Sulejmani, pasi kishte treguar shumë pjesë mbretërisë dhe madhështisë, i kishte pasë se si xhindët kishin ndërtuar pallatet, gjërat e mrekullueshme, se si kishin nxjerr xhevahiret nga detet, se si i jepte urdhra Sulejmani dhe ato i zbatojshin, ato që kishin shkatruar gjithmonë tokën tani e ndërtojshin si i thotë Sulejmani, ja kishte nështruar i madh i Zot, pastaj shpendët, pastaj insektet, pastaj çdo gjë, ishte çdo gjë në kontrollin e tij, ushtria ishte shumë e madhe. Pasuria ishte shumë e madhe, sundimi ishte shumë i madh, ishte i papërballueshëm. Tani mirë si mjaftun këto që shifte në çdo gjë që shifte ke Sulejmani, shifte humbjen e vet, po tani duhet të ballafaqote me një gjë që ishte shumë turp. Se po të thoje ky është Froni im, ishte rrëzuar dhe si mbretëresh, po e dyta do qeshsin se do thosh po si mund të jetë Froni jot? Se s'ka mundësi, se ishte edhe shumë i madh. Ishte e pamundshme fizikisht që të vinte Froni. I kishte marrë gjën me cilin krenoi në vendin e vet. Krenoi, po jo ishte edhe e palogjikshme. Domethënë po të thoje që po ky është Froni im, do qeshin gjithë se si erdhi. Po të thoje se ai ngjante plotësisht dhe po të thoje jo s'është Froni im, prapë do qeshin. Belkisa ishte midis qeshin nga të gjitha anët. Pa ishte një lloj turpi. Ajo jo nuk ra prej kësaj. Tha është ky Froni jot. Tha si të jetë ai vet. As po as jo. Kjo ishte i përgjigje që thojnë një nga përgjigjet më diplomatike që ka bërë një njeri dhe një mbret apo një mbretëresh në sipërfaqen e tokës. Dhe Sulejmani a.s. që të shkojmë drejt fundit, se kjo histori është goxha e gjatë, e fton ndarkët në pallatin e tij mbretëror. Po, ka vetëm një moment shumë bukur këtu, kur i thot, pasi i prezant para saj thot, na është dhënë prap dituria. Prap fjala dituri. Pra Fronin ta mora me dituri. Po, ta mora Fronin me dituri. E ndërtova perandorin time me dituri dhe është turp për muslimanët që sot s'kan dituri. Në rregull? Pra ne po them. Dhe para saj libri që referohemi i mbush me dituri, musliman sot pa dituri. Hajde gje, unë se shpjegoj dot. Ja tha Belkis, ta ka marrë me dituri tha dhe i nënshtrohemi Allahut. Po. Pra, që do të thotë që një njeri që thot jam i nënshtruar nga Zoti duhet jetë i dishëm. Shumë mirë që e përmende. Tani ndarkët i thot, shko qetësohu, pusho, dhe ndarkët do të takojmë në pallatin tim mbretëror. Pra, një pallat që ja kishin ndërtuar xhindët, një pallat që ishte i nivelit pa parë deri në atë kohë në botë. Këtu do të ndodhi një ngjarje e madhe. Sulejmani a.s. ishte në pallatin e tij mbretëror i ulur në Fron në fillimin e pallatit mbretëror. Dera ku po hyn Belkisa është derë madhështore që hutohej përpara kushdo që të ishte hutohej. Brenda, kur hyje në pallatin mbretëror, poshtë këtij pallati në mënyrë të tejdukshme, dukej lumenj edhe burime që rrishin poshtë pallatit ku rrinte Sulejmani dhe priste miqtë e tij. Pjesa sipër si u dukshin burimet edhe lumenj që rrishin poshtë, sepse ishte e tejdukshme, quhet qawarir, në formë qelçi, në formë tejdukshme, gjë e paimagjinueshme për njerëzit. Atë nuk e ndërtojshin dot njerëzit. Ndihma pra dhe ishte bërë nga xhindët e mëdhej. Sidomos njerëzit e asaj kohe. Edhe koha sot është e pamundshme. Po, sepse ka pas një lloj tejdukshme që duket sikur s'kishte fare gjë. Sikur s'kishte gjë dhe tani duhet hecje në ujë. Dhe problemi Belkisës, dhe kjo ishte goditja fundit me dije, me pushtet, me teknologji, me zhvillim.
Kur e pa Sulejmanin se pallat shumë i madh mbretëror dhe ishte shumë larg, tani qajt i hallin si do shkojun deri ke Sulejmani që do lagem, ç'është kjo pritje. Dhe në mënyrë graduale vendoste këmbët dhe filloi pak fustanin ta ngrej, thot Zoti i Gjithësisë, derisa e çoi ke pulpat e saj. Duke menduar që mos mlaget paktën fustani se është turp kur tarike Sulejmani e lagur. Tani ç'a ndodh? A do të kapim i detaj këtu? Historikisht vllai i dashur. Ata nxjerrin me urtësi të madhe këtu që shumica si kalon. Historikisht femrat e bukura dhe të mençura dhe të zgjuara historikisht dhe këtë e përforcon Kurani famlar janë vesh serioze. Sakt. Kanë ditë çfarë t'i japin nga mendja. A kupton çfarë veshi ka pas? Ka pas nevojë për suport I kanë, domethënë fustanin e ka pas deri ke zogu i këmbëve. Dhe i ka ngret pak thot deri ke pjesa e parë e pulpës që mos të lagej. Sulejmani i ka fol. I ka fol Sulejmani dhe i ka thonë mos u mërzit sepse uji është poshtë. Imagjino ç'bën shkenca, zhvillimi, pushteti. Kurse thot ajo që është sipër është kallarir. Është mermer i cili është i të dukshëm. Ti hec e qet sepse uji është poshtë mermerit, por mermeri është i veçantë që është i të dukshëm. Edhe Belkisa nuk ka pas nevojë më. Është afru dhe kur ka shku përpara Sulejmanit nuk është ul në fronin që i kishte vendos, po ka thonë inni, unë thot, bashkë me Sulejmanin, bëhem muslimane dhe i dorëzohem Zotit Gjithësisë. Shumë interesante. O Zotë im, me të vërtet, unë e pas kam dëmtuar veten dhe tani bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Allahut Zotit Gjithësisë. Është diçka interesante. Vinte nga i pushtet shumë i madh. Vinte nga Sebe, kishte gjithë ushtrit, kishte generale, komandante, kishte diçka. Shkoi për të pranuar ose për të hulumtuar një fe tjetër të Zotit, u has në 2-3 gjëra që ishin dituri dhe shkencë, froni që i erdhi, fuqia ushtrisë, mënyra e pallatit, tha këto kaq lart nga ana shkencore gjitha, këto pas kanë drejt me Zotin, jo me diellin që me pas kanë mbretërinë prapa mbetje. Është turpi botës dhe duhet t'ia themi vëllezërve dhe motrave vëlla, që neve asnjëherë mos presim që bota të na dëgjojë. Allahu Akbar. Kur nuk kemi shkencë, kur nuk kemi mençuri, kur nuk kemi dije, a folëm për dijen, dija dilte gjithandej. Edhe nuk kemi standard. Pra, asnjëherë nuk duhet pretendojmë kur nuk kemi zë në botë që ne të pretendojmë se s'po bëhen njerëzit musliman. Ne duhet të themi faleminderit Zot dhe kaq sa janë bë. Sepse qofse don që historia e Sulejmanit është e përjetshme. Sulejmani ju lut madhit Zot për pushtet absolut vetëm për të bërë Belkisën edhe gjithë mbretërit e botës musliman. Tani nuk kanë faj njerëzit që duke mos e ditë se ç'është Islami, duke mos pas shkencën e duhur, diturinë e duhur, nivelin e duhur, kuptimin e duhur, është një gjë që neve në këtë aspekt kemi ngel mbrapa. Sakt. Për këtë arsye Sulejmani le të jetë një indicio për muslimanët e vërtet që duhet të ecin përpara në të gjitha korsitë kryesore të jetës, nëse duam të jemi musliman ashtu siç e kërkon Kurani famlar. Allahu Akbar. Allahu të shpërbleft për Amin, Zotin. inshallah, të gjithëve bashkë. E pam Sulejmanin nga të gjitha dimensionet, pam. Po duhet ta majmë dhe i tem për Sulejmanin sepse Sulejmani alayhis salam ka goxha më shumë. Është pak, domethënë ta imagjinojmë. Atëherë ti kthehemi pak vëllezërve dhe motrave. Tani domethënë është interesante. Po bëjmë një orë apo më duket mua? Një orë po bëjmë, po kemi dhe çiket mund pjesën e respektit. Patjetër. Nga na vijnë selamet. Shoh nga Milano më shkruajnë. Po nuk dëgjohet mirë Instagrami? Shoh që shkruajnë. Na shumë jemi përfshin këtë bisedë. Po s'kemi pasi mesazh na voni. S'kemi pasi mesazh dhe inshallah do Zoti keni arrit domethënë na dëgjojnë. A dëgjohet mirë Instagramin, na e thoni se Selamu aleikum vis nga Dortmundi, thot një vllaz, Zoti e begatoft, nga Gjermania, më thot i tjetër nga Gjermania prap, a shiqyr që doli një nga Durrësi, që e kanë gjithë nga Sulejmani, thot dikush i mençur dhe i ditur. Pra,
ku mund ta gjej librin e Sulejmanit, thot I tjetër, Kuranin famlart ke, nuk po nëse e ke për surën Neml. Në surën Neml është kjo histori që ne e trajtuam. Dikush shkruan nga Londra, Franca, Milano. Milot Ibrahimi, selam aleikum nga Berlini, Frankfurti, mashallah. Marok thot, selam aleikum nga Maroku. Dhe tjetë në shqiptarë të në Marok, apo e kanë ngatru. Jo, ka shqiptarë. Zvicra, Italia, Shkodra, Londra. Selam aleikum nga Berati, selam nga Hollanda, Sansula, selam aleikum nga Zvicra, besoj. Zvicra. Selam aleikum nga Australia. Disa me zor thotë kemi dëgjuar historinë, po varet, mos kam qenë ndoshta larg ose sa kilometra larg mund të jetë Australia. Nga Australia se ne po flasim për mrekullit, po flasim për shkencën, dikush nga Australia duhet të jetë me mijëra kilometra larg. Por vllaz të bim dot këtu, si jemi se Sulejmani, me von Allah, po do kishim dëshirë, po s'është arrit, edhe ka mundësi që shkenca në të ardhmen të arrijë diçka të kësaj natyre. Është një nga projektet e shkencës botërore, sot teleportimi që quhet, që një send të kalojë në një vend tjetër brenda sekondit. Mashallah. Ka marrë 63 share, paktën kështu më del në Facebook. Shpresojmë me lehtë Zotit kujt I ka pëlqyer, edhe të marrin shpërblim le të bëj share, dhe këto që bëjnë share më mbrapa është dhe më mirë se e kanë kuptuar për shumë temën e gjithë dhe kanë përfituar vetë. Le ta bëjnë zemrën. Inshallah, Zoti ja shpërblet. Ton të vazhdojnë të shpërndajnë. Nga Çekia na shkruajnë vëlla, nga Puka. Mashallah. Selamu aleikum, Zoti ju shpërblef, thot dikush tjetër. Zoti ju shpërblef nga Saranda, mashallah. Edhe Shqipëria sot goxha aktive, Suedia, Belgjika, I bjen që janë nga gjithë bota, apo? Nga gjithë bota, për Zotin e mund nga gjithë bota. Berni, Zvicrës, thot një vëlla tjetër nga Shkodra. Allahu ju rujt, thot amin gjithëve bashk. Një mesazh tjetër nga Gjermania, nga Italia. Është Prishtina mungonte deri tani, Zoti I begatoft. Njerëzit, besoj vëllezërit e motrat mund të sugjerojnë një temë se çfarë mund të edhe I temë tjetër është Sulejmani. Jo, s'po them për tani, po mund të sugjerojnë për shembull një temë për një profet më që kam si më të preferuar ose për një temë. Shkruan joni, vetëm Kina mungon thot deri tani. Risë të na shkruajnë një nga Kina do plotësohet apo. Po që na dëgjon, po kjo vos fita, kush është në shqiptar në Kinë na çoj selam. Po e dum selam vërtet. Vëllezërit I bë përshtypje një që shkruan nga Korça. Nuk e dia ka shkruajt sot. Se çka ai. Sot ka shkruajt ai zotnia nga s'ka shkruajt nga Korça. Deri tani një vëlla nga Korça nuk ka shkruajt. Shkruan gjithmonë. Është një që e kanë çunat thotë është I vëlla nga se kështu nga Vjena. Një podcast thot për Xhibrilin alayhis salam. Po e bukur do të ishte. Po prandaj them që ka diçka se njerëz është shumë interesante. Çfarë teme doni vëllezër motra nderuara na shkruani në Instagram, na shkruani në Facebook, na shkruani në TikTok. TikTok thot që nuk dëgjohet shumë mirë një, që siç duket nga TikToku ka kaluar në Instagram. Po është dhe pak larg edhe TikToku vazhdon apo është mbyll? Vazhdon ekzistent. Po ca kohë mbyll apo nuk është mbyll tamam? Hajër, inshallah. S'kemi nga Kina, thot njoni kështu, për s'më duket është më tepër si humor. Leni nga Kina. Texas, Franca, por I dallojmë në kushon Kinë, mos ta bëni. Po them kështu gjona e dum origjinal selami nga Kina, nuk e di. Po, se ka selam tjetër kur vjen nga Kina, nuk vjen selam tamam. Jo, po filloi herë në fillim fare, si I thon kinezë ni hao. Mashallah, Zoti I rujt. Amin. Edhe një tjetër më thot për Xhebrailin alayhis salam. Një tjetër më thot na tregosh pak si është shenja e pejgamberit. Shenja që e përmendëm, po jo sot, shenja që e përmendëm që e pa Selman el Farisi. Po shikoj për Xhebrailin alayhis salam pas ka disa mesazhe. Mundet që I them ta mbajmë për Xhebrail Eminin, është interesant fakt. Është kryeangjëlli I Zotit edhe një nga krijesat më të dashura të Zotit gjithësisë. Çfarë mendon shkenca thot për teletransportin ose teleportimin? Po mundet edhe kjo. Shkruan njëri nga Kina, po bën shaka prap. Nuk është
S'është kines tamam. Jo. Po inshallah Do të deri kur se do ta kafemi selam nga Kina. Se në kush na buni fiksim ne? Varet ka, jo, unë e thash që mungon vetëm një nga Kina. Një vëlla se tjerat janë. Po të gjithë shtetet kanë dalë nga Amerika, sa dush të gjithë komplet. Nga Australia shumë larg. Dikush thot temën për natën e varrit. Podcastot për Yunusin. Për Yunusin alayhis salam. Alayhis salam. Pastaj thot një tjetër temë thot për Jusufin. Ja, një thot për shembull, mos qaro thot për shallin, dhe pse nuk mban shall. Se ka kuptuar historinë e Sulejmanit alayhis salam. Shalli, shalli. Shall, pse s'ma ti? Po ku dëgjon? Po jo, pse jam të majtun për ne si jam ftof. Tani ne po flasim për diturinë, po flasim për gjonat më të mrekullueshme. Tani shallin se Slovenia, po. Historia e Merjemës, thot dikush tjetër. Historinë e Merjemës se kemi trajtu pak, apo jo? Ne kemi trajtu vjet. Se këtë vit. Po, vjet. Ja, shkrujti. Për ditën e Kiametit. Shkrujti thot selam nga Kina. Dikush e ka çu? Po. Sidrit Beleri në WhatsApp. Po, Sidriti është kemi slipshir. Ja. Nuk quhesh se drejt je fake. Si, mos ja fut kocë ti je fake si do, nuk quhesh as ti. Çakina ka qenë si ti. Nuk quhesh as ti vëllai. Ata mbyllen me dua. Po, një dua të shkurtër do të bëjmë. Inshallah Zoti është dikush thot Shein Zeza ka pas pejgamberin në ball nga përulja e tepërt, nuk është e vërtet, por edhe pyetjet I shohim edhe mundohemi t'i kthejmë përgjigje rrallës që vjen. Lusim Allahun xhelle xhelalu të na falë gjinafet në këtë muaj të mallnueshëm. Lusim Zotin e gjithësisë që këtë podcast na I qujë si vepër të mirë për kënaqësinë e Tij. Lut Zotin e mallnueshëm të gjithë ato vëllezër dhe motra që na dëgjojnë edhe na janë bashkangjit, një begatov Zotin familjet e tyre. Amin. Lut Zotin e mallnueshëm të na furnizojë pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Lut Zotin e mallnueshëm të jetojmë e të vdesim si muslimanë të vërtet. Amin. Lut Zotin e mallnueshëm ditë gjykimit na bashkojë me pejgamberët e me njerëzit e mirë. Amin. Dhe lut me shumë shpirt të madhin Zot na bëj nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri I mashëm I xhenemit. Amin. Dhe lut Zotin e mallnueshëm të na bashkojë në këtë botë edhe pak jetë që na ka ngel gjithëve, se ditët ikin shpejt. Siç e shohim që ikën Ramazani vjen shumë shpejt, ashtu e shohim që edhe mbarojnë ditët, pothuajse jemi duke shkuar në ditën e 10 të paimagjinueshme sa shpejt ka kalu. Kështu që këto ditë që na ka mbet lut Zotin, na afroj Zotit gjithëve bashkë për vepra të mira dhe aq sa të jetojmë me dinjitet. Amin. Edhe lutjen e fundit që Zoti na bëjë nga dashurit e Tij, për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ky është edhe podcasti I sotëm. Zgjati shumë, por ishte tema shumë interesante. Shifim podcastin e ardhshëm. Selam aleikum, agjerim të lehtë të pranuar. Amin.